Prej këtyre mëkateve janë 7 mëkatet zhytëse, që I ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ka thënë ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, do të thënë ruhuni ose largohuni larg prej 7 mëkateve zhytëse. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna, kanë thënë o I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, cilat janë ato? Ka thënë ash-shirku billah, do të thënë mëkati I parë shirku dhe barazimi dikujt me Allahun. Pastaj as-sihru, magjia. Pastaj wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, ose vrasja, do të thënë pra vrasja e dikujt që Allahu e ka ndaluar vrasjen e tij, përveç se me të drejtën e ligjit. Wa aklu ar-riba, ngrënia e kamatës, wa aklu mali al-yatim, ngrënia e pasurisë së jetimit, wa tawalli yawm az-zahf, dhe largimi ose ikja nga betejë, wa qadhfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dhe akuza ose shpifja për besimtarët e ndershme dhe të do të thënë që nuk kanë informacion për atë sherr për të cilin flitet.